me 26 qershor nga ushtria franceze. Por nga 3 dhe 4 shkurt ju thatë se më pastaj pasojnë ngjarje të njëpasnjëshme, dëbime të njëpasnjëshme që përmbyllen diku tek viti 2004, apo i bie kështu? Po 2004, po. Deri në momentin e trazirave të vitit 2004 dhe të asaj përplasjes madhe që patjetër ka kaluar edhe në pjesë tjera. Po ka ndodhur 17-18 mars 2004. Po, të marsit të 2004. Ka qenë e premte dhe shtune, po. Po si kujtoni këto ngjarje tjera të njëpasnjëshme? Si ishin përcjellur dhe si ishin kontekstualizuar në atë periudhë? Sa ishte alarmuar ajo që të mos ndodhte, sa ishte me një farë sa ishin marrë masa nga autoritetet ndërkombëtare, por edhe qoftë edhe nga pozicionet politike vendore? Jo, nuk janë marrë fare masa, absolut, se po të ishin marrë masa, ka pas mundësi më arrestuar të gjithë, nashta të gjithë jo, por një pjesë e madhe atyne që kanë bërë krime, notën e 3 dhe 4 shkurtit, sepse nuk ka qenë veç 2-3 vetë aty, po kanë qenë shumë, po krye kriminali ka qenë Oliveri që e vrajtën ata vetë më vonë, shokët e vetë. Po shumë vite më vonë... Po ka pas mundësi qeverit tona në vazhdimsi deri me sot, me bo vazhdimisht trysni tek bashkësia ndërkombëtare. Po, s'poku, unë nuk i kum dëgjue, ndaj raste kanë përmend në për takime ndryshme, po jo qysh duhet, edhe qysh ish dosh me bo trysni, ja nuk kanë bo, edhe kur e panë që edhe na nuk jem bashkë interesuar për këtë punë, edhe ushtria franceze normal veproj dhe unë kum shkru jo një herë, po shumë herë, dhe në një rast i kum krahasue përkatësisht, ju kum thonë, po i qëndroni besnik atyre që bën krime mbi popullatën shqiptare, tash po i zavesoni ju. Dhe për këta edhe ju më arrestu, kom dole edhe para gjykate, ushtrisë franceze. Ishit arrestuar në periudhë të... Me 20 mars, arrestu me 20 mars 2004. Ditë e dillë ka qenë, në zyret tem, në zyret Këshillit për drejtë njerëzit, në qendër të kulturës. Dhe më pastaj ishit liruar, apo jo? Po, ma vonë, po. Mas 26 orë e 45 minuta, jam liru.